Kur jemi tek të rinjt, pra tek ai entuziazmi për të qenë viral, për të qenë i famshëm, sa mendoni që kjo ndoshta po i bën më të hezituar këta të rinj për të ndjek një karrierë në profesionin e tyre, por thjesht po zgjedhin këtë rrugën më të lehtë, thjesht po e postojnë për shembull një video, edhe po e arrin atë famën edhe janë disi të kënaqur, edhe nëse ajo famë nuk ka arritur duke u promovuar disa vlera. Mendoj që kjo pjesa që bëhen viral jo gjatë 24 orë, 48 orë, jo ma shumë, po mjafton që timi po njëjtit persona në televizion, mandej si tëftuar. Sani që më shqetëson mas shumëti edhe që më pengon mas shumëti, dëgjoj shumë shpesh që këtë fenomen njerëzit e shohin si mundësi shumë e mirë që ju ka jap të rinjëve, po unë nuk e shoh si mundësi e mirë, unë jam shumë kundër, edhe pse nuk po ju zgjat shumë, se jam kundër është se më vjen shumë ndoshta rënd, me po veten urën edhe përballë dikujt që nuk është mundu heq, përballë një punës shumë të madhe tamës që kam punu shumë për me mri ku jam. Kështu që kjo është arsyeja pse mua më pengon edhe nuk e shoh si mundësi të mirë që ju ka jap të rinjëve. A të ka ndodhur ndonjëherë Anjeza që një person ka qenë ulur përballë teje dhe është dashur me zhvillua diskutimin a debatin, por që ndoshta nuk ja përkrahet famën që ka. Gati çdo emision. Përse mos jetë ky rasti. Jo, Anjeza ka kërkuar specifikisht ka thonë kush do jetë në panel, sepse pa ofendime nuk po du. Po, pikërisht se edhe për mua njerëzit mujnë me mendu që veç u bona viral edhe dola në televizion, po unë i bëj dikun ofër 4 vjetë karrierë që mirë na, po veç nuk më keni njoftë, se jam kanë të punu gradualisht edhe jam mundu që kur tu na dikun, me di çka me fol, me di çka me thonë edhe ju me fol për TikTok. Edhe për karrierën tem TikTok, kështu që edhe unë normal ma ka jep një ja, edhe unë jam bu pak viral, okej, e pranoj, se ma kam përmend shumë në intervista edhe ti e bo viral, kështu, po unë kam punu edhe jam shumë pro njerëzit që punojnë edhe mundohen për me mbritikon, sa i përket televizionit. Jam kundër njerëzit që buhen viral edhe ka një lloj të drejtë këtu, ka një lloj dallimi mes njerëzve që punojnë për shembull dhe bëhen viral për shkak të punës së tyre, dhe është tjetër gjë të bëhesh viral nga asgjëja, ka një diferencë shumë të madhe. Dhe këtu pastaj kategorizohen njerëzit, janë atyre që ju jepet mundësia për t'u katapultuar në famë, edhe ata mund ta mbajnë famën e tyre, që është një numër i konsiderueshëm pak. Dhe nga ana tjetër është numri atyre që katapultohen në famë edhe pastaj nuk arrin dot ta mbajnë sepse nuk kanë ndoshta bagazhin e duhur për të qenë në panele të ndryshme televizive. Kjo nuk do thotë që njerëzit për shembull si ne nuk janë arrogant, por ti zgjedh të qëndrosh në një tavolinë me njerëz që ndajnë ndoshta të njëjtin emëros përbashkët me ty, kanë të njëjtin mindset me ty, kanë të njëjtin argumenta me ty. Unë mendoj, nuk jam kaq radikal, sa mendoj që është mundësi e keqe, përkundrazi, unë mendoj që ndoshta